Ose ti do e paguash pjotën tënë, do në time. Unë, mua, në fakt, me ka ndodhur një herë, më të drejta. Dhe, okej, më ka ndodhur, dhe ishte 50-50. Okej, si reagova? Unë paguajta gjithë tavolinën dhe unë ngrita, patjetër. Edhe gjori po besoj s'ka marrë më përgjigje. Jo, jemi mish, i thash, kaq. Që këtu jemi dakord të dy. Okej, jemi shumë dakord, jemi mish. A ke treguar arsyen pse jeni miq? Nuk je për mua, për derisa po bëjmë 50-50, tani imagjino, një mashkull që kërkon 50-50 në një tavolinë ku po mundohet të njohë, do kërkoj edhe 50-50 në shtëpi me disa gjëra, për shembull pse s'punon ti, dhe ti duhet të sjellësh lekët në shtëpi, kupton? Janë të njëjtët meshkuj, ose jo po nuk e paguaj unë këtë, shko merre vet. Kështu që jo. Këtu jam dakord edhe unë që mashkulli do të jetë në front për këto gjëra. Janë disa gjëra, pse nuk janë të shkruara, mendoj, po janë disa gjëra që i din. I ka hije mashkulli për këto gjëra tash. Me lënë femra ti më pagu pa lidhje. Një është pa lidhje, dyshysh më duket që është një farë sikleti që e nin mashkull. Po, e vërtet është, ndihesh shumë siklet në atë rast, shembull kur Që kjo është që kjo mendësia që e kena pru na, unë e mendoj, se na e kena bo që që tha Deja më herët që gjithësysh ti dush me pagu për me unë një mashkull. Mund të ketë edhe raste tilla që mundet me thonë dikush dua une, për çef vet, për çef toni, shembull do thot një vajzë duhet dalë unë dua të pagoj sonte. Po mirë, është tjetër. Ajo është tjetër. Po, në mendjen time, shembull është gjithkohë që jam unë që merrem me këtë punë. Okej. Ose me planifiku shembull një pushim që kontriboni të dytë, nuk ka kur gjë të Ka ndodhur një rast i tillë dhe jam të shment. Pse? Se s'du me ndërhy vajza ke këto gjëra fare, dua unë ti kem gjitha. Patjetër, mëse shkojmë për pushime tani pse duhet merrem unë. Kupton? Është njëta gjë. Jo, nuk e kam kërku, është bë mbas shpinës tim, kupton? Okej. Pa me ditur, aty më ka i truni fare. Ajo është tjetër. Se nuk dua unë, domethënë që jo ta që i ngushtohet, po jam unë që i marr përsipër këto gjëra. Patjetër. Po bledi jo kreti kanë mundësi, për shembull, jo të gjithë djemt. Edhe nëse s'do t'i kisha, do bëja gjithçka për ta arrit atë gjë. Që personit në fjalë mos i mungoj kur gjë. Nëse familja vet e ka rrit si preçesh, unë do ta mbaj si mbretnesh. To mendimi kam unë. Çka vlerëson Bledi më shumë tek një vajzë, pavarësinë apo përkushtimin ndaj familjes? Thjeshtësinë. E vlerësoj më tepër, edhe tjetë drejt për gjithçka çka do që tjetë. Edhe familjen, normal, përkushtimin në familje. Se pavarësinë pastaj nuk ose e ka përfiti unë, pavarur është ajo. Nuk është se i bëj problem për asnjë fare. Okej, jemi krejt në fund, a mendoni që këto trendet që virale kohëve të fundit po krijojnë standarde të rreme dhe pastaj rinia ose gjenerata e re po influencohet të temi. Edhe djemtë dhe vajzat. Po krijojnë standarde shumë të rreme që ka raste që as nuk arrihen dot. Dhe kjo gjë shkakton xhelozira të tepërta edhe disbalancë në shumë gjëra të tjera, qoftë edhe relationship edhe me miq dhe privatisht me dikë. Që është problem, duhet ndryshuar pak gjërat. Bledi? Dakord jam plotësisht me mendimin e Tejas këtë rast, që ma tepër janë gjërat fake